Këtu është horoskopi i mërkur 28 maj 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Në punë dhe në studim ju jeni pak të dëshpëruar, por pa fajin tuaj, rezultatet nuk janë ato që do të dëshironi të ishin. Ju mund të gjeni veten në një vend dhe dëshironi të qëndroni diku tjetër, kjo intolerancë transferon në dashuri. Demi. Në punë ju duhet fleksibilitet dhe disponueshmëri për të rinovuar veten, të jeni të zgjuar, nuk dini nëse do të vazhdoni një bashkëpunim. Të luash me ndjenjat është e rrezikshme jo vetëm për ty. Binjaket. Ju dëshironi të bëni gjëra të reja, të kërkoni mundësi nga ata që mund t'ju japin. Marrëdhëniet mund të rindizen ose rilindin, kjo është arsyeja pse ju duhet të jeni më të vendosur e konkret. Gaforja. Mundohuni të mbyllni gjërat që ju interesojnë më shumë. Sot do të jetë më mirë të shmangni humbjen e energjisë. Luani. Ditë e pasigurt, por do të keni mundësi të merrni zgjidhje. Është koha për të vlerësuar me kujdes një ndjenjë. Mos bëj gjithmonë krahasime me të kaluarën. Virgjeresha. Ditë e veçantë për t'u shijuar plotësisht. Jeni shumë të admiruar, në dashuri duhet të punoni shumë. Dashuritë e largëta, ndoshta shumë për shijet tuaja, jo polemikat në punë. Peshorja. Dita e mbushur me gjëra për të bërë, disa vonesa të vogla duhet të merren parasysh. Lodhja e bën veten të ndjerë, veçanërisht në punë, sepse angazhimet e reja janë në horizont. Akrepi. Dita e rikuperimit fizik. Nëse takoni një dem ose një akrep tjetër, stimujt dyfishojnë suksesin në marrëdhëniet ndërpersonale. Kënaqësi nga fëmijët ose rregullime të vogla. Shigjetari. Duhet të çliroheni nga detyrimet dhe kufizimet që gjithashtu kufizojnë jetën tuaj profesionale. Kujdes mos krijoni probleme për shkak të kokfortësisë suaj. Britsjapi. Do të keni mundësi të jetoni marrëdhëniet më mirë me familjen. Në artin e dashurisë, takimet që ndodhin janë të rëndësishme. Konfuzion i madh në punë ku duhet të kryeni vetëm projektet më të rëndësishme. Ujori. Është e vështirë të ndryshosh kurs apo të mendosh për projekte të reja, por duhet ta bësh, kjo ditë ofron mundësi dhe intuit. Mos kini frikë të humbni lirinë tuaj të dashur. Peshqit. Ndër ditët më të mira atë të sotmes, takime të favorshme për të ardhmen dhe mos hezitoni të ecni përpara. Marrëveshjet dhe gjithashtu udhëtimet janë të favorizuara. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.